Alesia, ti si avokate më thuaj diçka për dosjen Balluku, si statusi, çfarë parashikon, se ne është trajtuar këtë ditë, nuk se ka ndonjë gjë të re, por si juriste, ma bëj një analizë si situata? Do ta ndaj në dy pjesë, siç e kam thënë dhe për rastin e zotit Velia, unë mendoj që nga ana morale, pa diskutim që zonja Balluku duhet ta jepte vetë dorëheqjen dhe të linte drejtësinë të operonte dhe të vepronte. Tani ta ka pak nga ana kushtetuese në 1/7 që thotë qartësi që pushtetet janë të ndara. Dhe pa diskutim, në opinionin tim, që KKO-ja nuk mund të pezullojë nga detyra, jo. Tu flet si avokate? Po, si avokate. Në 1/7 i kushtetues e thotë, nuk e them unë. E thot ligji, e thot... Po mira, mund të vazhdoj deputete? Tani ka diçka. Nëse GKK-ja ka hallin që zonja mos vazhdoj detyrën, mund të jepte arrest shtëpie. Po jo, arrest shtëpie. Pse duhet ta lëj? Duhet merrte lejë në kuvend. Po patjetër, më ta çonte me shkresë spaku zotëri zyrtar në kuvend, kërkonte heqjen e imunitetit. Po, sepse nuk e votonte PS. Po jo se ka një gjë do e votonte PS-ja, sepse këtu e mbron spaku deri diku Ramën. Sepse në momentin që spaku i çon shkresën zyrtare zotit Rama, zoti Rama është detyruar që të mbaj fjalën dhe deklaratat që thotë që unë nuk merr me punë të drejtësisë dhe i lëj ato të operojnë, do vepronte duke votuar pa diskutim dhe talinte. Po pikërisht për këtë po them. Sepse duke e lënë ti në këtë lloj mase që ke lënë zonjën Balluku ti e bën Ramën viktim, që thotë nuk shkel dot kushtetutën. S'është e thellë kjo. Dhe këtu ti e ndihmon atë, se pa diskutim ai thotë unë nuk do shkel kushtetutën, se unë e provova një herë me Erionin, ma ktheu kushtetuta. Tani unë do bëj 2 herë të njëjtin gabim. Dhe pa diskutim që presidenti ka të drejtën të emërojë dhe të shkarkojë lande. Kryeministri ka drejtën të propozojë. Dhe pa diskutim nuk ka të drejtën GKO-ja të pezullojë. Po mirë, ka të drejtë kryeministri të ngrijë, siç e ka ngrirë tani zonjën Balluku? Se e ka ngrirë ai. Tani nuk e ka ngrirë kryeministri zonjën Balluku. Tani mos disinformojmë, atë e ka ngrirë GKO-ja. E ka ngrirë spaku i cili duhet shonte shkresën ligjore për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Kam fjalën këtu që derisa e ka çuar në kushtetuese. Po jo pra se është gërnë që cilin e bën drejtësia. Ti mund të kërkosh heqjen e imunitetit zonjës dhe ta lësh në arrest shtëpia nëse ti ke frikë që kjo zonjë të fshim provat, ndërhyn tek procesi juridike. Po. Kush është tani ministër i infrastrukturës? Po zonja Balluku është prapë. Jo, Rama tha që ajo është e pezulluar, është e dollën e ngrirë më saktë. E ngrirë quhet kur shkarkohet... Jo, së shkarkuar. Derisa të jepet vendimi, tha i kushtetueses, zonja Balluku nuk ka atribute. Po patjetër pra. Atëherë kush firmon sot në Ministrinë e Infrastrukturës? Sot firmos po Rama. Se nuk ka si firmos tjetër njëri. Jo, si ministër themun. Po si ministër është po ajo, përsa ko nga ana ligjore nuk është shkarkuar. Është që s'ka përgjigje të qartë. Po më ka një përgjigje kjo, ka shumë qartë, unë ta specifikova. Ramën tani, GKO-ja ka vënë në rolin e viktimës. Duke mos pasur target, as ta shkarkoj, as të vendose. E ka lënë dorën e kushtetutës. Për sa mund ta japi gjykata kushtetutëse? Po mendoj që për rastin do jetë... Shumë e shpejt? Shumë e shpejt, si për rastin Velia. Ti do pranoje të ishe avokate e Belinda Ballukut? Po pse jo? Pse jo? Të dile Berisha ti e thoshe, ja, shiko, armike e popullit, armike e PD-s. Po tani, unë do isha një avokate serioze, jo si ai avokati Berishës që tregon gay dhe lesbiket në për Facebook. Për Genc Gjekutën e ke? Tani, unë do isha një avokate serioze, pastaj ka dhe një gjë. Që ka për Genci, më thy dhe njërë? Unë jam një avokate serioze lande. Dhe jo si ai Berishës që? Jo si ai Berishës ta që tregon gay dhe lesbiket në Facebook, me statuse. Kaq, pastaj klientin unë nuk e zgjedh, është klienti që më zgjedh mua, dhe po të më zgjedhte si avokate, pa diskutim do kisha i çështje big, do isha shumë... Po Berisha mund të isha avokate Berishës? Jo. Pse? Se me parimet e mia nuk shkel. Unë Berishën e besova. Dhe ti merr Belinda Balluku, nuk me Berishën? Nuk e marr Berishën. Qa thua? Sepse me Berishën kam pas një raport personal, një raport politik, një raport mbi të cilën unë nuk shkel lande mbi parimet e mia, ka qenë një ndër personazhet që kam besuar, kam investuar kohën për kushtimin tim tek ajo parti dhe për mos se mora një zhgënjim të madh kur reagova, mora vetëm fyerje dhe linçim nga ajo parti. Nga niveli më i ullët tek niveli më i lartë. Kurse çështja se po flasim në anë profesionale tani, avokatie, zonjën Balluku, pa diskutim që do ta merrja.
E ka mbrojtur mirë Genç Gjekuta i zoti Berisha si avokat? As pak jo. Nuk e ka mbrojtur mirë? Jo, në opinionin tim jo. Ku ka gabuar? Tek të gjithë deklaratat e tij mediatike, mënyrën se si shprehet, mënyrën se si ai ngatron aspektin profesional me atë personal, duke kaluar tek këto tema që sapo të përmenda dhe duke u futur edhe në çështjet partijake të Sali Berishës, duke dhënë mendime. Një avokat, nëse ka një profesion, e ka për të qenë profesional, jo për të ngatruar dhe me politikën. Unë nuk e ngatroj profesionin tim me politikën. Alesja Balliu avokat është një gjë, Alesja Balliu në politikë është një gjë. Unë edhe kur kam qenë në një studio tjetër, se po më thoshte përgjigju Alesja po si avokati, tash jo, unë të përgjigje po ta jap politikisht. Që ti t'jesh i qartë që ky është qëndrimi im politik. Nuk ka lidhje ky me opinionin tim ligjor. Se janë dy gjëra ndryshme. Dhe kjo e ka dëmtuar zotin Gjekuta? Po patjetër më që e ka dëmtuar sepse ai është ngjyrosur. Është ngjyrosur, edhe në për ekran edhe për kështu. Është avokati ti, po ti fol për sa i përket ligjit. Mos na trego. Do ti thuaj që Berisha prandaj ka humbur këto gjyqe? Për mua nuk është avokat profesionist i nivelit larg. Dhe prandaj ka humbur? Tani për çka ka humbur, këtë llogari duhet ja japi Genci Berishës, jo unë ty. Kështu që në optikën time është kompleksur politika me ligjin dhe është kthyer dhe Genci në një personazh PD-ist. Po, zoti Meta, mund ta merrje? Si avokat? Pse jo? Si po e mbron Kujtim Cakrani? Se e ka pasur Genç Gjekuta, iku ai. Me pasion e shoh unë nëpër daljet e veta televizive, mbrojtjen e tij, diskurset i ka ligjore në shumicën e rasteve. Po? Mendoj që po i bën një mbrojtje të mirë për mos situatës aktuale që është zoti Meta. Dhe si e parashikon... Nuk e shoh avokatin e Metës të bëj deklarata për Partinë e Lirisë. Jo, shoh vetëm që ai bën deklarata kur cënohet klienti i tij dhe e ka dhe të detyrueshme për shkak edhe të gjendjes që është zoti Meta, sepse ka në dy raste të kundërta është në burg. Dhe avokati dhe mund të marrë një atribim për të dhënë edhe një gjë ekstra sepse ai është në një gjendje izolimi, kështu që unë e shoh profesionist avokatin e tij në këtë aspekt. Qartë. Si e parashikon çështjen Balluku? Si do shkojë? Do e para njëherë si do japi vendin gjykata pushtetuese? Për mua dhe në informacionet që kam, politikisht, mendoj që për pak ditë SPAK-u do dërgoj shkresë në parlament për të kërkuar heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Po. Dhe për arrestimin? Po. Do thënë SPAK-u do kërkojë arrestimin e zonjës Balluku në parlament. Do kërkoj heqjen e imunitetit. Se kjo është procedura e parë. Pastaj kalojmë aty, se nuk shkohet direkt. Po gjykata kushtetuese? Për gjykata kushtetuese pastaj unë mendoj që do t'i japi të drejtën zonjës Balluku. Në një shtat i kushtetutës është i qartë, patjetër. Balluku po është i qartë me landi se nuk e ka atributin tani ta pezullojë nga detyra. Ti nëse unë e thash dhe pak më parë, ti mund ta çosh arrest shtëpia nëse ke frikë që ajo mund të fshi provat, të heqë provat. Nuk mund ta pezullosh. Pezullimi vjen me dekret nga presidenti. Vjen si propozimi kryeministrit, do të thotë që gjykata po fut hundë tek ekzekutivi. Tek ekzekutivi dhe s'mund ta bësh se në një shtat i kushtetutës e thotë qartë dhe shpreh qartë te Republika e Shqipërisë për ndarjen e pushteteve, ekzekutivi, gjyqësori dhe legislativi. Legislativi shqiptari, do të thonë pushteti i tretë ndërhyn te i dyti. Do të thonë gjykata kushtetuese do japi në favor të zonjës Balluku. Mendoj që do japi në favor të kushtetutës. Heqjen e imunitetit. Po e ardhmën pastaj si do shkojë? Ajo del nga politika dhe je duke thënë? Unë mendoj që duhet ndjekur procedurat ligjore, duhet të respektohet ligji, duhet që ato të kërkojnë heqjen e imunitetit ligjërisht të zonjës Balluku, mos ta pasojnë topin te Rama dhe mos ta bëjnë këtë një lojë mediatike e cila nuk i shërben askujt. Nëse duan të marrin masa reale, të marrin në masa ligjore. Këtë po të them Landi. Sa e dëmton kjo qeverisjen e zotit Rama dhe pse duket i pashqetësuar nga opozita? Tani ai mund të jetë e ke gabim, nuk është i pashqetësuar zoti Rama. Është i shqetësuar. Ka një opozitë shumë fortë që quhet SPAK. Dhe nuk quhet Partia Demokratike e Shqipërisë. Opozita e Shqipërisë është SPAK. Tani opozita e vetme është SPAK-u. Ai SPAK-un që Berisha i quan Altin Troplini. Bandë kriminale. Po pra po. Ai Altin Troplini ka futur gjithë bashkëpunëtorët e Ramës në burg. Pse
Sali Berisha nuk e mbështet SPAK-un. Çdo lider tjetër i opozitës do ta duartrokiste duke ndihmuar kaq shumë sepse do vinte opozita në pushtet. Po Berisha e di çka ka frikë lande? Që mos mbas ballukut është radha e tij. Dhe Berisha e ka frikë Altin Dumanin. Po ti e ke frikë? Jo Altin Troplinin, kë? Që SPAK-u mund të godasë zotin Berisha? Nëse zoti Berisha vërtetohen akuzat pa diskutim. Duhet të Po ti vetë ke frikë SPAK-u? Për çfarë duhet ta kem frikë Po jo SPAK-un? mund të bëra pyetje, unë bëj Nëse jam e pyetje. korruptuar. Po ti s'ka pas funksion shtetëror një, po Nëse jam e korruptuar dhe s'kam për çfarë ta kem frikë SPAK-un. Është për ta pasur frikë SPAK-un? Frikë SPAK-un duhet ta kem këto që kanë Po, 2-3 akuza. Jo, flas politikanët duhet ta kenë frikë këta që nuk i ka prekur SPAK-u deri tani? Po atyre i kanë hyrë rrethet. I kanë hyrë. I kanë hyrë rrethet, po të them që SPAK-u është opozita vetme e Ramës. Bashkëpunëtorët e Ramës janë nga Altin Dumani sot në burg dhe frika Berishës është mos po vjen Tani si ke informacione se ti je juriste dhe avokate, kush do zgjidhet drejtuesi i SPAK-ut? Nuk kam informacion lidhje me këtë. Ti s'ke informacione? Nuk kam informacion. Këtu s'm besoj fare këtu. Nuk kam informacion. Ti s'ke informacion? Se 4 janë ata kandidat. Në mos gaboj deri në datën 8 duhet të jetë zgjedhur, Po. deri në datën 8 dhjetor. Dhe se ka shumë kohë. A mendon që do ta vazhdojnë ai që do zgjidhet pasardhë si zoti Dumani atje ku e la Dumani apo do ketë probleme SPAK-u? Si e parashikon? Shpresoj se po pati lëkundje do jem pa diskutim favor të pushtetit, se sado Saliu e shan SPAK-un, SPAK-u vetëm ka ndihmuar Saliun sepse nuk ka asnjë të djathtë i cili të jetë brenda. Është gjithë e majta, gjithë bashkëpunëtorët e Ramës. Unë shpresoj shumë që personi që të vit ketë integritetin e Dumanit dhe të ketë dhe dashurinë për punën. Patjetër me këto rezultate nuk i kishim parë në 30 vite landi, tani flasim drejt. Vërtet është. Tani kemi të pandehur zëvendës kryeministren, kemi zëvendës kryeministrin Arrati, kemi kryetarin e bashkisë Masekura, kemi ish presidentin e Republikës në Shqipëri te burgu. Tani në ku i kishim parë në këto? Mund të jetë zonë. Tani në kohën e Berishës, më fal për shprehjen, Berisha i thoshte Ina Ramës kurvë dhe lavire bulevardi tani. Imagjinoje sa ka përparuar standardi drejtësisë. Jo, atë se të parën se tha i lavire, tha. Po të dyja i ka thënë. Jo, lavire, tha. Po të dyja i ka thënë. Lavire i ka thënë. Tani këtu jam unë, këtu që e di unë, këtë se diti. Të gjitha këto kanë ndodhur si sulme ndaj agresion ndaj drejtësisë. Sot nuk e agresion. Sot ke vetëm Berishën, i cili ka luksin ti ki poshtë SPAK-ut, sot Irena me 5 mbriemra, me 4 mbriemra, Altin Troplini, dhe ky Altin Troplini dhe kjo Irena thjesht po suportojnë shqiptarët, popullin shqiptar të vjet kjo drejtësia e vonuar, se shumë e vonuar. Edhe për çështjet e individëve të tretë është shumë e vonuar. Krahasim me dëmin që kanë bërë me korrupsionin, dëmin që kanë bërë me popullin, dëmin që kanë bërë me shqiptarët, dëmin që më të madh që mund të ketë bërë është që kanë bërë grup shteti, duke larguar rinin, duke çuar njerëzit në emigracion, duke vrarë shtresën e mesme, duke vrarë ekonominë dhe duke lënë ca individ cilët nuk i shërbejnë dot vetes tyre, jo më qytetarëve. Mund të jetë zonjë drejtuesi ose pasardhësi i Altin Dumanit? Nuk kam informacion kush do të besoj fare, as tu s'besoj fare. Kush do të vi? Viti pa informacion. Çfarë thua Alesja Balliu? Kush do të vi nuk dua të prononcohem lidhje me sistemin e drejtësisë. Nuk dua ta lidhësh me profesionin, e ke fjalën. Pikërisht. Prandaj edhe. E lëm të zgjidhet, pastaj vjojmë komentat. Të bëj pyetje kështu, Alesja, ti ke qenë shumë aktive në këtë kohë në media. Ka një gazetar që s'e ka ftuar? Me sa di unë të gjithë kam qenë ftuar. Ti ke qenë të gjitha emisionet. Të gjitha emisionet. E Mëngjesit, të Drekës, para dite, para buke, mbas buke. Në prime time, në të gjitha ke qenë. Kam qenë, faktikisht kam qenë. Shëse të duan gazetarët, të duan shumë gazetarët. Alesja, thotë gazetari, ata Alesja se ke marrë, thotë. Po pritme se ka marrë Alesja. Jo, u bë shumë, duhet marrë Alesja. Alesja është zjarr, thotë, në studio. Domethënë nuk ka asnjë gazetar që nuk të ka ftuar. Rekord. Tek të gjithë kam qenë. Që qa lajmi? është vënë këtu ky lajm. Të gjithë gazetarë drejtues emisionet e kanë ftuar Alesjan. Domethënë dhe për emisionet po flasim jo politike, ëh? Kam qenë dhe të jo politikë, të të shoja goxha, kam qenë. Se politike domethënë nuk ka kështu që të mos kesh ftuar, mos kem ftuar. Po te syri shkon?
Jo, vetëm syri ka qenë. Nuk kam qenë kur faktikisht. Mos e shiko me atë sy. Jo, nuk kam qenë edhe kur, për hir të vërtetës edhe kur kam qenë te PD-ja. Po pse? Nuk e di, e habitshme. S'kam qenë kur. Po t'u them unë aty, të bëj një thirrje këtu, ftojeni Alesën se nuk do zgjinjeni. Kemi censur. Ja. Jo, të rrin kështu në çik kështu ftohet, po jo se kam problem fare. Ja, po Ase kanë fare këtë, se gazetarët, mos i bëj gazetarët bashkë me politikanët. Mos e bëra. Jo, nuk e bëra. Po, ja, po bëjnë ftojeni Alesën se nuk do zhgënjeni. Ne jemi fund tani, po unë prap kam ngulë të pyetja më e rëndësishme që të kam bërë. E ardhmja, sot është 25 nëntor. Më bëj një lloj parashikimi, çfarë do ndodh deri në fund vitit, a do ketë ndonjë ndryshim, çfarë do ndodh deri në prill, dhe çfarë do ndodh nga prilli deri në fund të vitit 2026 pastaj. Do të thotë çfarë do ndodh vitin 2026. Mendoj që e rëndësishme është që në 2026 Sali Berisha nuk do jetë më kryetari i opozitës. Tani mund ta përsërisësh edhe një herë se dua që ju lutem regjia fokusoje mirë këtë, bëhen çik zoom, se kjo është pjesa që do jetë më virale. Ti po bëni parashikim sot. Viti 2026 thuaj vetë. Në vitin 2026, Sali Berisha nuk do jetë më kryetari i opozitës dhe i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Kjo është dëshira jote? Jo, kjo nuk është dëshira ime, kjo është... Do të çojë të mëngjes e do thotë do ikë? E ka thënë Bujani Shani dhe Berisha nuk ikë nga Berisha. Po e ke gabim Landi. Berisha nuk ikë nga Berisha, po do ikin demokratët të gjithë nga Berisha dhe do i plotësohet profesia e tij dhe një vetëm Tiemsa do ngelun, se ka thënë dhe këtë në një fjalim. Kështu që unë mendoj që kjo profeci dhe mund t'i shkojë. Unë këtu di të them me qartësinë dhe qetësinë që Sali Berisha në 2026 nuk do ta drejtojë më opozitën shqiptare. Unë s'kam më pyetur çfarë ti e mbyll. Sepse koha dhe epoka e tij politike kam përfunduar. Unë nuk kam të bëj pyetje tjetër. Po mirë, po për Ramën? Tani Ramën e mban Berisha aty. Ditën që do ikë Berisha, dije që e ke dhe Ramën të larguar nga pushtetet. 2030 do jemi antar i BE-s? Këtë nuk di ta them, shpresoj për të mirën e shqiptarëve, për gjithë ato individ cilët e duan antarësimin dhe mua përfshirë këtu, pse jo? Unë jam pro zhvillimit dhe pa diskutim çdo gjë që është e mirë për t'u integruar me Bashkimin Evropian, të ndodhi sa më shpejt dhe në mirën e përbashkët të gjithëve, pak rëndësi ka na fusin majtas apo na fusin djathtas, rëndësi ka ty Shqipëria në BE dhe kjo është që arritje për gjithë Shqipërinë. Tu folën mbi palet. Po. Jemi në fund. Alesja, e mbajtje fjalën, thej gjëra të reja. Ke bërë intervistë, jo si të intervistat e tjera, s'ke përsërit vetën këtu. Tu ke thënë gjëra të veçanta. Është aftësi dhe gazetarit, Landi. Po unë të falenderoj shumë, Edhe unë gjithashtu. Falenderit dhe suksese në aktivitetin tënd politik, por edhe të shikojmë se si do të dalin këto parashikimet. A do të dalin po jo? Je i ftuar? Kjo është e sigurt. Je e ftuar? Kjo është e sigurt. E sigurt, ë? E sigurt. Shikojmë, nuk e di më dhe. Nuk e di. Shqipëria politike është e paparashikuar, e paparashikueshme. Ta kesha mua këtë. Kanë 30 vjet gazetar në Shqipërinë politike nuk mund parashikosh asgjë. Nuk ka. Shqipëria politike është e paparashikueshme. Megjithatë, faleminderit. Faleminderit ty. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Lançja Foku.